Përshëndetje, jemi bashkë në edicionin qendror të lajmeve. Në Mitrovic, këtë pasdite, zyrtarë të qeverisë në detyrë vendosën ngurthemelet e 2 urave të reja mbi lumin Ibër, pavarësisht paralajmërimeve të Bashkimit Evropian. Njëra prej urave do të shërbej për kalim të veturave dhe tjetra për këmbësor. Më shumë informacione ndjekim nga kolegu Shkelzen Lakna, i cili ndoqi këtë aktivitet në veri të vendit. Po, Miranda, një tashmë gjendemi në urën mbi lumin Ibër, e cila ndan 2 pjesët e këtij qyteti, pra 2 pjesët e Mitrovicës, ndërsa më konkretisht jemi në mes të 2 urave të cilave ju vu ngurthemeli sot. Këto 2 ura pritet që të shërbejnë lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe do të kushtojnë, pra kosto e projektit të tyre do të kushtojë rreth 3 milion euro dhe kontrata pra projekti për këto ura parashqihet të përfundoj deri në fund të muajit tetor dhe kontrata për këtë projekt u lidh pra me të nder një burimor. Në këtë inaugurim mori pjesë edhe kryeministri në detyrë Kurti së bashku me disa anëtar të kabinetit qeveritar, ku deklaruan se ky projekt është iniciuar me kërkesë të 2 komunave, pra Mitrovicës së Jugut dhe asaj të Veriut në anën tjetër për procesin e projekteve, pra për këtë projekt, për nisjen e këtyre projekteve të 2 urave. Bashkimi Evropian bëri të ditur se nuk është e përfshirë në këtë situatë dhe ka kërkuar, ju ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës për vetë përmbajtje, ndërsa në anën tjetër Bashkimit Evropian dhe faktorin ndërkombëtar i dha përgjigje kryeministri Kurti, kryeministri në detyrë Kurti, i cili tha se urat kanë për qëllim arritjen e bashkëpunimit. Unë jam këtu bashkë me Ministrin e Mjedisit, Planifikimit, Hapësinor dhe Infrastrukturës, Libur Naliun që është arkitekt me profesion, dhe zëvendësministrin e Mjedisit, Planifikimit, Hapësinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishin, i cili është inxhinierin ndërtimtaris me profesion, Elbert Krasniqi që është Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal dhe njëkohësisht kryesuesi i bordit të përbashkët të 2 komunave, si dhe me nënkryetarin e komunës jugore të Mitrovicës, Arjan Tahirin, dhe me kryetarin e komunës veriore të Mitrovicës, Erden Atiqin, pastaj edhe me deputet, me ministrin Faton Peci e kështu me radhë, që të tregojmë për kushtimin ton, që ndërmjet Veriut dhe Jugut të ketë sa më shumë komunikim, qarkullim, bashkëpunim e shkëmbime. Këto 2 ura, të cilat janë të 2 anët e urës kryesore mbi Ibër, njëra prej tyre do t'jetë edhe për automjete këmbësor, ndërkaq tjetra do t'jetë vetëm për këmbësor. Ajo që do t'jetë për automjete dhe për këmbësor është e gjatë 50 metra, është e gjerë 10 metra, me qëras nga 1.5 metër trotuari ka në të 2 anët. Ndërkaq kjo ku jemi tash këtu do t'jetë vetëm për këmbësor, me gjatësi 41 metra, ndërka gjerësi 37 metra. Mbi lumin Ibër gjithsej janë 77 ura në 3 shtete, Malzi, në Republikë Kosovës dhe në Serbi. Pa i numru hekurullat që janë mbi lumin Ibër. 77 janë. Prej tyre 35 janë në Kosovë. Këto do të bëjnë numrin e urave 37 mbi lumin Ibër në Republikën e Kosovës. Andaj falenderoj shumë kryetarët e të 2 komunave, qytetarët, operatorët ekonomik dhe punëtorët e tyre, ministrin ton për këtë arritur të përbashkët, të cilën së shpejti në vjesh gjithashtu do ta inaugurojmë si përmbyllje e punimeve. Jemi shumë të gëzuar sepse përfitojnë të gjithë qytetarët pa dallim. Në samitin e Ballkanit perëndimor me Bashkimin Evropian për planin e rritjes së BE-s mbajtur në Shkup, Komisionerja Evropiane për zgjerimin Marta Kos, duke folur për Kosovën, vuri në pa nevojën për formimin e qeverisë së re, e cila siç nënvizoi do të vendos më në fund më shumë energji në procesin e antarësimit. Komisionerja Kos tha se u ka bërë të qartë liderëve të Ballkanit perëndimor se është përgjegjësia e tyre zbatimi i reformave në mënyrë që popujt e rajonit të përfitojnë nga plani i rritjes i BE-s me vlerë 6 miliard euro.
Në kuadër të samitit dy ditor të liderëve BE Ballkani Perëndimor, komisionarja për zgjerim e BE-s Marta Kos tha se ekziston një konsensus i qartë për zgjerimin, gjë që nuk ka qenë e njëjtë në të kaluarën. Sipas saj, dritarja e mundësisë nuk do të jetë e hapur përgjithmonë. Sa i përket rrugës integruese të Kosovës në BE, Kos tha se po presin formimin e qeverisë së re. Evropa nuk mund bashkohet pa Ballkanin Perëndimor. Ka konsensus për zgjerim tani. Nuk ishte kështu në të kaluarën, por e kemi rastin që patjetër duhet ta shfrytëzoni. Kjo nuk do zgjas përgjithmonë dhe shoh zhvillim të dukshëm. Shqipëria i dashur kryeministër Edi Rama ka hapur 3 kapituj gjatë 6 muajve të fundit. Mali i Zi mbylli një kapitull të premten e kaluar. Në Bosnjë Hercegovinë është miratuar agjenda e reformave. Dhe presim që të themelohet qeveria e re, zotri Kurti. Ju keni shpenzuar shumë energji në procesin e antarësimit. Tashmë po vazhdojmë në Serbi, shpresoj që do të mund të shkojmë më tej. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë së Veriut, vendit nikoqir të samitit, Kristian Mickoski, tha se Ballkani Perëndimor nuk është më një dhomë pritjeje, por një rajon që është në zhvillim. Rajoni ynë është një pjesë jetësore e Evropës dhe një pjesë integrale e së ardhmes së saj. Ballkani Perëndimor është një rajon i pasur me potencial dhe ambicie, megjithse shumë shpesh ka narrativa përçarjeje. Por kur shikohet përreth, mund të shohë se ka një histori tjetër. Ky summit i kushtohet një vizioni të përbashkët, një vizioni ku investimet lulëzojnë dhe inovacioni ofron mundësi për të gjithë. Sa i përket planit të rritjes, komisionarja për zgjerim e BE-s, Kos, u bëri të qartë liderëve të shteteve të Ballkanit Perëndimor se është përgjegjësia e tyre zbatimi i reformave në mënyrë që popujt të fitojnë nga plani i rritjes 6 miliardësh. Në konferencë për media, ajo paralajmëroi vendet se nëse nuk i përmbushin kushtet për të përfituar nga këto mjete, ato edhe mund t'i humbasin. Parat do t'jenë në dispozicion deri në fund të 2027-s dhe nëse shtetet nuk e përdorin këtë, ne do duhet t'i japim. Mua më duhet jap këto para në buxhetin e përgjithshëm të BE-s. Mendoj se është mënyra më e mirë që shtetet të bëjnë reformat dhe ne t'japim parat te shtetet kandidate e jo të kthehen te buxheti i BE-s, dhe pse unë jam pjesë e BE-s dhe kujdesem për këtë buxhet. Por me të vërtetë dua që deri në euron e fundit shpenzohet nga shtetet kandidate. Vendet e Ballkanit Perëndimor ndodhen në faza të ndryshme të procesit të antarësimit në BE, ndërsa plani i rritjes synon të përshpejtojë reformat dhe t'i përgatisë ato për antarësim. Para takimit me liderët e Ballkanit Perëndimor në Shkup për planin e rritjes të Bashkimit Evropian, kryeministri në detyrë Albin Kurti foli shkurt për media. Ai tha se në darkën e mbrëmshme me liderët rajonal dhe përfaqësuesit e Unionit Evropian kanë diskutuar për planin e rritjes së BE-s për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, mirë po nuk dha detaje. Ne kemi pasur një darkë paraprakë mbrëm, ku kemi diskutuar për planin e rritjes, por për mua çdo herë kënaqësi që të vi në Shkup, sidomos tash që kemi pikat e përbashkëta të kontrollit. Ndërkaq kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se vendi është më pranë se kurrë antarësimit në BE. Jemi shumë afër dhe besoj shumë që ne do t'i përmbushim gjitha detyrimet tona, siç kemi parë dhe afatet me Komisionin Evropian dhe plani i përbashkët do të realizohet. Në samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të Bashkimit Evropian nuk mori pjesë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Nga fondi prej 6 miliard eurosh për Ballkanin Perëndimor, Kosovës janë premtuar rreth 900 milion euro, një pjesë në formë granti dhe një formë si kredi, por ajo ende nuk ka marrë parafinancimin prej 62 milion eurosh për shkak të mos konstituimit të kuvendit. Sot arriti në 40 numri i seancave të dështuara për konstituimin e kuvendit Kosovës, ndërsa ngërshi vijon gati një javë pas vendimit të kushtetuesës, i cili detyron deputetët që brenda 30 ditësh të zgjidhin situatën e krijuar. Partitë opozitare e akuzuan kryesuesin e seancës për shkelje kushtetuese. Tentimi i 40 për konstituimin e kuvendit është zhvilluar me praktikat e njëjta, ku vetëvendosje ka synuar të formojë një komision për votim të fshehtë. Por subjektet politike ish opozitare kishin një kërkesë ndaj Deharit. Kryesues, po të bëjmë thirrje edhe një herë, respektoje kushtetutën. Ktheu rendit ditës dhe respektoje aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Të ndërpritet.
Regjia, ju lutem ndërpriteni mikrofonin. Kryesues, zbatone vendimin e gjykatës Për kushtetuese. propozim Fehu në rëndite. ndryshe, regjia le të ndërpritet. Regjia, ju lutem le të ndërpritet. Ndërsa deputetja e AK-s Time Kadriaj kishte një propozim befasues për anëtarë të komisionit. Si Aleancë kem ndryshu qëndrim, na vjen keq. Ju lutem vetëm për propozim. Për ndryshe regjia ka ndërpres për komision. mikrofonin. Vetëm propozim, kur gjanë tjetër. Dhe na kemi një emër për komision. Dhe për komision e propozojmë deputetin Albin Kurti. Në mungesë të votave të nevojshme, Dehari ndërpreu seancën. 51 deputet kanë votuar për, kundër nuk ka pasur, abstenim nuk ka pasur, ndërpritet seancë. Por deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës vazhduan qëndrimin në sallën e kuvendit. Kjo është ambienti sallës plenare, janë deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët po qëndrojnë në sallë. Zoti Kasni, cila është arsyeja që qëndruat ende në sallë? Më mërmendja tash deputetja dhe sekretarja e partisë, zonja Shtokut, do të deklarohet para medjave. Është lloj aksioni simbolik, apo jo? Si e shihni këtë çastit e zotit Dehari që vazhdon të insistojnë në komision? Ju e dini qëndrimin tonë dhe zonja Shtokut tash do të deklarohet për gjithë bashkë. Puna jo nuk është të vim këtu e të defilojmë çdo 48 orë. Puna jonë është të ndërtojmë institucionet, të ndërtojmë qeverinë, të miremi me hallet dhe sfidat e qytetarit të Republikës së Kosovës, e jo me egon e zotit Kurti. Ne qëndruam simbolikisht në sallë edhe herën e kaluar edhe sot më gjatë, sepse është e turpshme të vim këtu, të rrim nga 2 minuta e të largohemi, sikur mos të ndodhë asgjë. Kjo është shkelje në vazhdimësi, është shkelje kushtetuese dhe është pa përgjegjësi e madhe çka po ndodh me kapjen e institucioneve dhe me tendencët që të vazhdohet ky ngjarje politik. Kritikave të ish opozitës ju përgjigj deputetja e vetëvendosjes Arjeta Fejza. Edhe në këtë seancë dhe veçanërisht tani, pas gjykimit të gjykatës kushtetuese, e kemi sjelljen e deputetëve të opozitës, të cilët veprojnë në kundërshtim me gjykimin e gjykatës kushtetuese duke mos marrë pjesë në votim. Seanca e radhës mbahet të njëjtën. Duke parë ecurinë e bllokimit në kuvend, presidentja Vjosa Osmani ka ftuar lideret e subjekteve politike në takime të ndara, që është përpjekja e dytë e saj për të gjetur konsensus rreth formimit të institucioneve të reja. Presidentja Vjosa Osmani do të tentoj edhe njëherë që përmes një takimi me përfaqësues të subjekteve politike të gjejë një zgjidhje për dalje nga bllokada për konstituimin e kuvendit. Donse presidenca është rezervuar që të japë më shumë hollësi lidhur me ftesën për këto takime. Deputetja e vetëvendosjes Albulina Haxhiu ka konfirmuar pjesëmarrjen. Takimi i parë ka qenë të gjithë kryetarët e partive, siç e ka vlerësuar presidentja Osmani. Aty janë përmendur që do të ketë takime edhe të ndara, veç me liderët kryetarët e partive politike, por ne do të shkojmë në të dyja variantet sepse kemi jashtëzakonisht interes që ta konstituojmë kuvendin sa më parë në mënyrë që pastaj të vazhdojmë me procedurat për zgjedhjen e qeverisë. Edhe partitë e ish opozitës e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në takim me presidenten. Sipas burimeve të Radio Televizionit 21, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi, të mërkurën do të takohet me presidenten Osmani në orën 13:30. Nesër do të jem prapë te presidentja. Ju dini që ne kemi pasur kërkesë qysh herët që presidentja të merr rolin e saj dhe të involvohet, pastaj kemi para disa javësh shoh pozitiv në kuptimin e angazhimit, por nuk di çka të them për mundësinë e rezultatit, sepse në fundit blokada është prodhimi i kryenetësisë politike të lëvizjes vetëvendosje. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku nuk ka preferuar të flasë për takimin tek presidentja, por ka kërkuar nga ajo që të ketë një qëndrim për blokadën politike. Dhe bën mirë që na mbledh presidentja dhe bën mirë të ketë qëndrim për këtë çështje. Bashkëpartiakja e Abdigjiku, deputetja Hykmete Bajrami, thotë se blokada për konstituimin e kuvendit duhet të marrë fund. Ajo shpreson në një zgjidhje pas konsultave me presidenten Osmani. Natyrisht që duhet të bëjë diçka, sepse nuk mund të rri indiferente karshi kësaj situate, është një ngjarje i madh politik dhe institucional, vendi është në pauzë për të mos thënë në regres. Ndërkohë që sigurisht nëse jo me herët pas 30 dite, pasi që të konsumohet afati, prap
do të jemi të detyruar që të drejtohemi gjykatës kushtetuese. Pjesëmarrjen në takim me presidenten Osmani e ka konfirmuar edhe AAK-ja. Takimi Osmani Haradinaj do të mbahet në orën 16. Besoj që do i përgjigjem kërkesës së presidentes për takim. Takimi i presidentes Osmani me liderët e subjekteve politike mbahet pas vendimit e gjykatës kushtetuese, në të cilin u bëhet thirrje deputetëve që brenda 30 ditësh ta konstituojnë kuvendin. Para fillimit të seancës, kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryeparlamentare Albulena Haxhiu tha për Radio Televizionin 21 se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nuk ka vlerësuar që komisioni për votim të fshehtë përbën shkelje kushtetuese. Ajo përsëriti se nuk do të tërhiqet nga kandidatura për kryetare të kuvendit, derisa nuk i merr të paktën 61 vota përmes votimit të fshehtë. Një dështuar disa herë zoni Haxhiu, ajo bën kjo paksa përgjegjëse që të lëshoni rrugë ashtu siç po kërkon ish opozita për të zhbllokuar këtë institucion? Së pari asnjëra prej partive politike nuk ka të drejtën që t'i tregojë një parti tjetër se kush do të jetë emri për kryetar kuvendi apo për nënkretar kuvendi. Nëse keni para gjykimin e gjykatës kushtetuese, besoj që janë të rëndësishme dy aspekte. Së pari kjo që e përmenda, që Komisioni për votimin e fshehtë nuk është shkelje kushtetuese. Nuk mundet gjykata kushtetuese të thotë që komisioni është shkelje kushtetuese, sepse votimi i fshehtë është votim demokratik. Dhe në anën tjetër, për sa ka bërë përgjegjëse pra lëvizjen vetëvendosje, në këtë rast partinë fituese, aq që ka bërë përgjegjëse edhe opozitën. Pra përsa kohë ne kemi pasur vullnetin, ata nuk kanë pasur vullnet dhe gatishmëri. Prandaj ftoj që nëse jo propozimin e parë ku unë kam thënë që le të vazhdojmë me votimin e fshehtë, nëse unë si marr të paktën 61 vota, unë do të tërhiqem, nuk do të ketë votim të dytë për mua. Pse ky premtim zoni Haxhiu pikërisht e votimi i fshehtë, kur keni dështuar me votim të hapur, pse nuk hoqet dorë në momentin që si morret votat? Pse po insistoni me votim të fshehtë, sepse në rendin e ditës nuk parashihet në rendin e ditës të seancës konstitutive nuk parashihet krijimi një komisioni. Të drejtën e lëvizjes vetëvendosje, sepse as ju si gazetar dhe as kush tjetër nuk ka të drejtën që t'ja mohoj vetëvendosjes diçka që ja ka Konstituta dhe qytetarët e Republikës Kosovës, por insistimi juaj është insistimi i opozitës. Prandaj kërkojmë që të zhbllokohet ky institucion sipas praktikave që duhet media ta bëjnë punën e tyre, por jo që bëjmë presion kandidatëve që tërhiqen apo jo. Nëse nuk ka vullnet për me konstituu kuvendin, natyrisht që gjithçka do të bëhet më e vështirë. Vetëm ata të cilët për një mend kanë vullnet edhe bëjnë kompromise. Ne kemi bërë dy. Pra, kompromisi i dytë joni që ne kemi bërë, sepse të parin ne kemi bërë njanshëm. Unë nuk e kam pyetur lëvizjen vetëvendosje për këtë, ka qenë qëndrimi im i cili është respektuar nga kryetari Kurti dhe nga lëvizja vetëvendosje, por në anën tjetër ne kemi thënë që në qoftë se nuk dëshironi te kompromisi i parë, atëherë vazhdojmë me dytin, ku i dyti është që ta kemi një marrëveshje ku i rrëzojmë bashkarisht komisionin për votimin e fshehtë dhe në pako kryetari dhe nënkryetari. Jo që të marrëveshje politike zoni Haxhiu në momentin kur ka dështuar një takim i thirrur nga Kurti. Është e rëndësishme që të kemi përpjekje maksimale për të konstituar kuvendin, kemi thënë dhe kjo është edhe në aktgjykim që është përgjegjësi e gjithëve. Nuk mund të thotë një deputet unë kam më shumë përgjegjësi se tjetri. Të gjithë kanë përgjegjësi sepse njësoj jemi. Pavarësisht se kush ka vota më shumë, këtu jemi përfaqësues të popullit dhe këtu jemi njësoj. Djetë biznese kanë dorëzuar padi ndaj zyrës rregullatorit për energji për shkak të vendimit që i detyron të kalojnë në tregun e lirë të energjisë. Por pavarësisht 3 aktgjykimeve në favor të bizneseve, ZRE nuk e ka pezulluar vendimin në tërësi, por vetëm për ata që e fitojnë gjyqin. Në anën tjetër, Dhoma e Tregtisë ka kundërshtuar këtë çështje duke kërkuar trajtim të barabartë për të gjitha bizneset. As pas 3 aktgjykimeve në favor të bizneseve nga gjykata komerciale, zyra rregullatorit për energji nuk do të pezulloj vendimin për daljen në tregun e lirë energjetik. Nga kjo zyrë thonë se do të ushtrojnë ankesë ndaj vendimeve ekzistuese për çka u ngritën edhe reagime. Nuk ka biznese A, B, C. Ka biznese. Me këtë fjali nis reagimi afarisit Ramiz Kelmendi, pronari njërës prej kompanive më të mëdha në vend. Ai e konsideron vendimin për daljen në tregun e lirë energjetik si të marrë në mënyrë tinzare dhe ka konfirmuar se tashmë ka adresuar padi në gjykatën komerciale ku pret që siç tha, drejtësia ta thot fjalën e vet. Nuk kemi nevojë ne që ta të shkojmë
5.000 ose 20.000 bizneset presin në gjykata me vite. Dhe nuk është në rregull edhe pse gjykata kushtetuese, mo anku gjykatën kushtetuese, vendimet e tilla janë vendime që vlejnë për të gjitha bizneset, jo vetëm për bizneset e cilat ndoshta kanë arritur në një farë forme ta pezullojnë ose ta ndalojnë ose ka qenë ndonjë interes i zëreja. Zëreja duhet mu të rjek me kuptue që bizneset nuk janë më sharaxhit e Kosovës. Bizneset janë ata të cilët i prezentojnë dokumentacione të ndryshme edhe i nxjerrin e pa të gjitha ato format korruptive që e bojnë energjinë elektrike të rritet 3 herë. Por ky nuk është rasti vetëm ku biznese dërguan në gjykatë komerciale ankesat e tyre për këtë vendim. Sipas Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, këtë rrugtim deri më tash e kanë marrë 10 biznese, derisa drejtori Kushtrim Ahmeti paralajmëron edhe paditë të tjera. Derisa gjykata po e detyron zërrejën që një biznes të cilin në mënyrë të dhunshme dhe të padrejt e ka vendosur në treg të hapur me kthye në treg të rregulluar, tregon qartë që këtu ka pasur shkelje, siç kemi thënë nga fillimi, edhe shkeljet e njëjta tashmë vetëm edhe vetë deklaratat nga zyrtarët e BE-s kanë vërtetuar pa atë që kemi thënë nga fillimi që këtu ka pasur shkelje, ka pasur ngutje dhe ka shumë dyshime për çka dhe ne në fakt me thënë drejtën për fillimit kemi kërkuar edhe vetë ndërhyrjen e organeve të hetuesisë që të nisin hetimet për këtë çështje. Nga zyra rregullatorit për energji thonë se janë duke përgatitur ankesat ndaj 3 vendimeve të deritanishme të gjykatës komerciale, të cilat kërkuan pezullimin e vendimit për bizneset paditëse. Por edhe nëse gjykata vendos sërish në favor të tyre, ZRE do të pezullojë vendimin vetëm për ato biznese dhe jo për të gjitha. Institucioni Avokatit të Popullit organizoi tryezën Liria e Medjave dhe Siguria e Gazetarëve me çrast të spikatën diskutimet për tryeztinë politike ndaj medjave, ndryshimin e ligjit të Komisionit të Pavarur për Media, çështje që kanë dominuar edhe në raportin e reporterëve pa kufi. Avokati i Popullit Naim Qelaj tha se qeveria raportin e reporterëve pa kufi e trajtoi në mënyrë jo racionale si tendencë për ta paraqitur Kosovën keq dhe duke adresuar fajet e gazetarëve që kanë raportuar te kjo organizatë. Qelaj theksoi se duhet të ngritet alarmi dhe duhet me marrë masa që të mos cënohet themeli i demokracisë. Qeveria dhe sidomos pjesa e pushtetit në përgjithësi raportin e trajtuan si jo racional, si tendencë me paraqit keq Kosovën dhe me dëmtu imazhin e shtetit, duke i adresu fajin tek ata që kanë raportuar për këtë organizatë ose janë intervistu dhe në një farë mënyre duke minimizu e relativizu gjithçka që raporti pretendonte me shfaq. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve në Kosovë, Xhemal Rexha, tha se liria e medias në Kosovë vazhdon të sulmohet vazhdimisht nga pushteti dhe lëvizja vetëvendosje. Në RTK ka pasur përpjekje të vazhdueshme për ndërhyrje që nga detyrimi për të larguar nga posti i drejtorit të përgjithshëm dhe ftesa e tij për bisedë private në zyrën e kryeministrit e deri tek kërkesëpërdrimi i transmetuesit publik për të sulmuar mediat private. Gjatë këtij viti gazetarët kanë qenë edhe fizikisht për shembull në rrezik gjatë mbulimit të fushatës së partisë vetëvendosje në terren, disa media në kuadër të bimeve paraelektorale në fakt kanë qenë të kërcënuar në forma ndryshme. E juristja medias Flutra Kusari tha se liria e medias është e cënuar vazhdimisht e vetëm sistemi gjyqësor po e mbron atë. 3 maj është dita botërore e lirisë së shtypit, ditë kjo ku në shoqëni të zhvillume pritet që njerëz të cilët janë në pushtet të deklarohen në kuptim të njohjes së pushtetit të katërt, të respektimit të profesionit të gazetarit dhe eventualisht të përkushtimeve për të përmirësuar politika dhe legjislacion në mënyrë që liria e medias të garantohet. Na, prej që ka ardhur vetëvendosja në pushtet, e festojmë duke na sharë, fyer, sulmuar online dhe denigruar. Nëse shikoni raportet e AGK-s të dokumentimi për çdo vit, në datën 2 ose 3 keni me pa një valë, sidomos të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, ku ata aktivizohen që këto 2 ditë mu siguru që me i festu, kushtimisht po them, duke e denigru komunitetin. Të pranishëm në këtë tryezë diskutimi ishin edhe gazetar e redaktorët e mediave të ndryshme në vend.
Qytetarë serb nga ora 18 kanë blokuar rrugën që shpihen në pikalimin kufitar në Merdar nga ana e Serbisë, ka bërë të ditur qendra kombëtare për menaxhim kufitar të martën pasdite, duke bërë thirrje që të shmanget kjo pikë. Sipas informacioneve të pranuara nga kjo qendër, blokada është paralajmëruar të nisë nga ora 18. Me qëllim të evitimit të kësaj rruge dhe pengesave në rrugë që shpinë në pikën kufitare Merdar, inkurajojmë udhëtarët që të shfrytëzojnë pikalimet të tjera kufitare deri në një njoftim të ri, thuhet në komunikatën e qendrës. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që të informohen para nisjes së udhëtimit dhe të shmangin këtë pikalim për të mos hasur në pengesa të panevojshme. Blokimi vjen në ditën kur kryeministri në detyrë Albin Kurti mori pjesë në vendosjen e gurthemelave për ndërtimin e 2 urave mbi Ibër. Është hedhur gurthemeli i stacionit të ri policor në Zubin Potok. Ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla me këtë rast theksoi se ky stacion modern do të ofrojë kushte komode për pjesëtarët e policisë së Kosovës, do të ofrojë siguri edhe më të madhe si dhe do të jetë adresë raportimit për të gjithë qytetarët pa dallim. Ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla i shoqëruar nga Ministri në detyrë i pushtetit lokal Elbert Krasniqi, zëvendos drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Fehmi Hoti, kryetari i komunës së Zubin Potokut Izmir Zeqiri, si dhe zëvendos drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Veton Elshani, vun gurthemelin e stacionit të ri të policisë së Kosovës në Zubin Potok. Sfeqla tha se ky stacion kishte munguar prej kohësh në këtë komunë, i cili, siç tha ai, do të plotësoj të gjitha nevojat infrastrukturore për të siguruar shërbime sa më cilësore për qytetarët lokal. Po punojmë në vazhdimsi që të rrisim nivelin e sigurisë, qoftë nacionale, qoftë asaj publike, po ashtu po punojmë shumë në një afat shumë të shpejtë. Ashtu që se biseduam me punkrysin, shumë të shpejt se sa vetë planifikimi zyrtar, qytetarët e Zubin Potokut do të kenë edhe një infrastrukturë shtesë për sigurinë e tyre, me më shumë shërbime, për një jetë më të mirë për të gjithë pa asnjë dallim. Në hapësira të bollshme, një projekti mbi 1.1 milion euro të ndara nga qeveria e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme për policinë e Kosovës. Ky objekt do të jetë edhe një ndërtesë shembull për ndërtimin e mirë, për plotësimin e të gjitha nevojave, dhe kërkesave, qoftë të policisë, qoftë të qytetarëve. Edhe kryetari komunës së Zubin Potokut Izmir Zeqiri theksoi se ky stacion policor është shumë i nevojshëm për komunën të cilën ai e udhëheq, duke shtuar se policia prej kohësh ka operuar në objekte private me qera. Ky objekt sot që po fillon, do të thotë dihet me dekada policia dhe stacioni policor i komunës së Zubin Potokut ka operu prej objekteve private dhe duke paguar qireja bukur të shtrejta, tani më e tutje do të ketë kvadraturën e nevojshme të operimit si stacion policor që është mos e nevojshëm sepse dihet që esenciale është policia e komunës e qytetarit që kryekpot i shërben sigurisë e qytetarit. Kosova në vitet e fundit ka nisur ndërtimin e stacioneve të reja policore në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti në nëntor të vitit të kaluar kishte njoftuar për vendosjen e gurthemelit për ndërtimin e një nën stacioni policor në fshatin Izvor të Zveçanit. Po në nëntor të vitit 2024 ishte vendosur edhe një gurthemel për stacionin e policisë mbi urën e lumit Bistrica, e cila ndodhet në rrugën kryesore që çon në kalimin kufitar të Jarinjës. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.